Organizata jo qeveritare Hendikos në Gjakov së fundi ka pranuar një donacion nga Spitali Isa Grezda. Arber Gjara, zyrtar në këtë organizat, ka bërë të ditur se si erdhi deri te ky donacion. Na jemi informuar që Spitali Regional Isa Grezda në Gjakov ka pranuar një donacion, një numër të konsiderueshëm pajisjeve, dhe me njëherë koordinatori i terrenit i cili është i angazhuar në kuadër të organizatës tonë ka kërkuar takim me drejtorin e spitalit, i cili ka njoftuar që me njëherë pas të furnizimit të gjitha raporteve me pajisjet e nevojshme, pjesën e pajisjeve të mbetura do t'i sjellë si donacion në organizatën tonë. Gjara theksoi se me njëherë pas pranimit të pajisjeve, është bërë shpërndarje atyre, pasi lista e pritjes ka qenë shumë e gjatë. Unë shfrytëzoj ndihmën e juaj për mi falendëru drejtorin e spitalit, doktorin Hilmi Shala. Na vetëm kemi filluar me shpërndamin e këtyre pajisjeve, pasi që për një periudhë shumë gjatë kemi pas mungesë të pajisjeve dhe lista e pritjes ka qenë goxha e lartë, kështu që më njëherë kemi filluar vetëm edhe me pajisjen e personave të cilët janë në nevojë. Numri më i madh i pajisjeve që kanë pranuar janë karroca për fëmijë, bëri të ditur Gjara. Vlen të theksohet që pavarësisht numrit konsiderueshëm të pajisjeve, po fatkeqësisht numri më i madh i këtyre pajisjeve janë karroca për fëmijë, ndërsa kërkesat e ne janë të gjitha moshave, megjithatë besoj që kanë me qenë mjaft produktive qoftë për fëmijë, po ashtu edhe për pajisje tjera të cilat mund të shfrytëzohen prej personave të rritur. Hendikos është vetmi organizatë jo qeveritare që pos personave me aftësi të kufizuar, pajisjen edhe të gjithë personat e tjerë në nevojë me mjete të ndryshme ndihmëse.